Shërbimi ndaj njerëzve është bekim hynor. Pjesa më e madhe e transmetimeve që na vijnë prej imamëve të pafajshëm, paqja e Allahut qoftë mbi të gjithë ata, e përcjellin faktin se shërbimi ndaj njerëzve është prej mirësive më të mëdha me të cilën Allahu i madhëruar i bekon krijesat e tij. Kjo është shprehja e qartë e bekatisë, të cilën Allahu i madhëruar e hedh përmbi robin e tij. Transmetohet prej Imam Hysejnit, paqja e Allahut qoftë mbi të, që ai të ketë thënë kështu: Nevoja e njerëzve për ju është prej mirësive më të mëdha, me të cilën ju ka bekatuar Allahu. Mos lejoni që këto mirësi të mëdha të shpëtojnë prej duarve tuaja dhe të shkojnë në një drejtim tjetër. Në një transmetim të ardhur prej Ismail bin Amar Sajrefin, citohet që ai të ketë thënë kështu: I kam thënë Ebu Abdillah Sadikut, paqja Allahu qoftë mbi të, ty të qoftë fal, a mund të jetë besimtari mëshirë për besimtarin? Po, më thash, si mund të ndodhë kjo? Ai, paqja Allahu qoftë mbi të, u përgjigj: Çdo njeri që i vjen në ndihmë vëllait të tij besimtar dhe përmbush nevojën e tij në vështirësi, do të fitojë kënaqësinë dhe mëshirën e Allahut të madhëruar. Ai nevojtar është shkaku i asaj mirësie dhe mëshire. Nëse e përmbush nevojën e vëllait të tij, është sikur ti ketë pranuar mëshiren dhe begatinë e Allahut të madhëruar. Në rast se refuzoni ndihmesën e tij, ndërkohë që ai ka mundësi për ta bërë këtë, është sikur ta ketë refuzuar mëshiren e Allahut dhe të atij që i është bërë shkak për ta fituar atë. Në një tjetër transmetim të ardhur prej Imam Kadhimit, paqja e Allahut qoftë mbi të, citohet që ai të ketë thënë kështu: Ai njeri te i cili vjen vëllai i tij besimtar, duhet ta konsideroj sikur t'i ketë ardhur mëshira e Allahut. Nëse e kryen nevojën e vëllait të tij, bëhet pjesë e jon dhe ne jemi pjesë e qeverisjes dhe e ligjit të Allahut mbi tokë. Nëse refuzoni ta ndihmoni vëllain e tij, ndërkohë që ke mundësi për ta bërë këtë, i ke bërë vetes padrejtësinë më të madhe dhe e ke dëmtuar rënd atë.